Kurani duhet të jetë edhe jashtë Ramazanit. Leximin e Kuranit duhet ta kesh edhe jashtë Ramazanit. Mos kaloj dita. Unë e di që në Ramazan jam e vetëdijshme që në Ramazan lexoj më shumë Kuran. Po kjo s'do të thotë që mbaroi Ramazani, erdhi Bajrami dhe unë tani do ta mbylli Kuranin dhe kërkoj hallallik për Kuranin tani dhe ta lej atje te biblioteka ku kam te librat, edhe ma atë Kuranin unë do ta hapi kur të vijë Ramazani tjetër, jo. Nuk është në rregull, sepse profeti Ali ka hadith, ka thënia profeti Ali sallallahu i cili sallallahu alaihi wasallam i ka lavdru ato njerëz të cilët dhe i don, Allahu i don ato njerëz të cilët e përfundojnë hatme e bëjnë, e përfundojnë Kuranin dhe e vazhdojnë prap, përfundojnë dhe e vazhdojnë prap. Të janë ato njerëz që na i ka tregu profeti Ali sallallahu alaihi wasallam që i don Allahu subhanahu xhela xhelal. Mos kaloj dita, të paktën një faqe Kuran ta lexosh. Nëse nuk ke mundësi një faqe Kuran, të paktën gjys faqe Kuran, të paktën 2-3 ajete të Kuranit, mos të kaloj dita jote pa lexuar një pjesë Kuranit.